Shkojmë në një tjetër lidhje të drejt për drejt dhe qëndrojmë pikërisht për situatën e krijuar në Zvërnec. Kemi raportimin e kolegut ton Sokol Dema pasi ka reagime dhe lëvizje nga ana e drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, po kështu edhe nga Ministria e Brendshme. Përshëndetje Sokol. Po Nertil, përshëndetje. Ka tashmë një hetim të gjerë sa i përket të rastit në fjalë dhe bëhet me dije se pas një verifikimi të plot të Drejtorisë së Sigurisë Publike në Policinë e Shtetit ka rezultuar se dy kompanit pra të cilat ushtronin aktivitetin e sigurisë fizike në ditën ku incidentet ndodhen pra në Zvërnec ishin në mënyrë të kontraligjshme. Pra janë gjetur problematika ligjore për të cilat është marrë vendim për pezullimin e lejes pra apo licensimit të tyre. Bëhet fjalë për Myrto Security dhe Major Security, të cilave u është hequr licencimi. Bëhet fjalë për disa punonjës të cilët janë gjetur pra në mënyrë të kundërligjshme të punësuar. Më konkretisht Geralt Biba, i cili ka qenë pra kryesori si thua i arrestuar dhe që ka goditur me grusht një prej qytetarëve, por edhe dy të tjerë. Këta dy të fundit janë gjetur tërësisht të paregjistruar pra dhe jo në emër të kompanisë dhe në këtë mënyrë pra kanë qenë indicia kryesore për heqjen e licencimit apo duke kryer veprimet arbitrare brenda rrethimit. Nga ana tjetër, sa i përket pra kompanisë Myrto Security, e cila kishte si detyrë pra për të ruajtur në mënyrë të plotë të gjithë aktivitetin rrethues pra apo ruajtjen e rendit të sigurisë, policia zyrtarisht thotë se ajo nuk kishte një listë të plotë pra të qytetarëve apo të njerëzve që lejoheshin të hyrin brenda ambienteve të rrethuara. Në kushtet e kontrolleve, pra dy persona të cilët janë gjetur të paregjistruar dhe pa patur një emër konkret nga ana e kompanisë, duket se kanë çuar në heqjen edhe të kësaj të fundit të licencimit sa i përket hetimeve. Patjetër që është një çështje që pritet të vijojë, të fetohet nga ana e policisë së shtetit edhe në vijim për të gjetur pra përgjegjësit kryesor, jo vetëm sa i përket këtyre dy kompanive, por edhe punonjësve të policisë të cilët nuk kanë kryer pra detyrën ashtu siç duhet. Paraprakisht, siç jemi njoftuar tashmë prej disa ditësh, bëhet fjalë për zinxhirin drejtues të Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës, të cilët do të verifikohen në mënyrë të plotë për të parë se ku kanë gabuar apo ku është e kaluar kompetenca në lidhje me veprimet dhe me mosveprimet të bëra nga ana e tyre përgjatë zhvillimit të protestës, ku për fat keq pra eskaloi ashtu siç eskaloi, siç pam edhe ditën e konfliktit. Ndërkohë që është paremëruar një konferencë shtypi mos gaboj dhe një vizitë në Vlorë drejtorit përgjithshëm të Policisë së Shtetit gjatë mesditës. Po, bëhet me dije se pritet ketë një komunikim nga ana e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, rreth orës 13 paktën është njoftuar nga ana e policisë, duket se ngjarja pra e cila ka ndodhur nuk është se ka prekur thjesht dhe vetëm rastin e problematikës së qytetarëve të cilët protestuan. Ka patur reagim të fortë nga ana e policisë për mënyrën se si është vepruar nga ana e Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës. Duket se drejtori i përgjithshëm pritet të shkojë deri në fund kësaj situate me synimin dhe me kërkesën që situata të tilla të mos ndodhin. Mbetet problematike sjellja e policisë atë ditë, duke patur parasysh se të paktën në pamje të parë dhe përmes pamjeve filmike të shpërndara dallohen të paktën efektiv policie të cilët janë përgjithsisht pasiv dhe nuk ndërmarrin veprime konkrete pra për të mos lejuar dhunimin e qytetarëve. Megjithatë, kjo do të jetë një detyrë e standardeve profesionale në drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit, që do të përcaktojë në mënyrë të plotë se çfarë do të ndodhë pra për gjithë ata që mund ta kenë tejkaluar masën e detyrës së tyre apo që nuk kanë vepruar ashtu siç duket. Sigurisht që kjo konferencë pra e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit Skënder Hita në Vlorë besoj që do të jetë e përqendruar në rezultate të hetimit disa ditor, por pikësynimi kryesor pra dhe interesi i mediave do të jetë në këtë drejtim pra për rastet e dhunës dhe për gjithçka ka kryer apo jo policia pra në ditën e ngjarjes. Patjetër që është një vazhë e cila është
në një farë mënyre përshëndetur jo vetëm nga kryeministri zoti Rama pra përgjatë konferencës së sotme, duke e dënuar mënyrën se si policia ka vepruar ditën e ngjarjes, por njëkohësisht përshëndetur mënyrën se si ka vepruar më pas detyria e përgjithshme për të nisur një hetim të plot dhe për ta cilësuar tërësisht skandaloz veprimet e bluve përgjatë ditës së protestës. Nga ana tjetër, do të vijojnë hetimet në mënyrë të plot në vijim për të parë se çfarë do të ndodhë me gjithë zinxhirin drejtues, pra i cili po verifikohet në mënyrë të plotë. Faleminderit Sokol për gjitha këto detaje dhe informacione që na përcolle në këtë lidhje të drejtë për drejtë.